dhurata, fishek zjarre, lule, shampanjë. Të gjitha janë detajet e një feste surprizë të paharrueshme. I've got you under my skin. Por të organizosh një fest surprizë për një nga njerëzit më të afërt, nuk është edhe aq e thjeshtë. Gjithçka duhet të jetë mirë organizuar, në rast se nuk do që protagonisti i festës të nuhas diçka. You're really a part of me. Në shumicën e rasteve na duhet të gënjejmë pak, të arratisemi nga puna dhe nga shoqëria e personit që po organizojmë surprizën. Megjithatë, Jorida thot se gjithçka bëhet vetëm për të arritur qëllimin kryesor. Surprizat janë më të ndryshmet, janë surprizat për të rritur, për fëmijë, kanë ardhur, kanë kërkuar gjëra nga më të çuditshme. Për burin e tyre, për 40-50 vjetorin, një striptiste ose një belly dancer. Adoleshentët kërkojnë shumë surpriza, jo bëjnë ballot me maska, jo ditëlindjet me temë, vitet 70, me piratë, dhe me thënë janë nga më të ndryshme dhe me fantazia shkon shumë larg. Duket se festat surprizë nuk njohin mosh. Ato janë nga më të ndryshmet dhe nga më të larmishmet. Festat më të kërkuara surprizë janë për fëmijët. Në ditëlindjen e fëmijës vijnë personazhe surprizë, për shembull Barbardha, ndonjë nga Wingsat, për çunat mund vi kapiteni Jack Sparrow. Dhe fëmia vjen më vonë me prindin dhe presin që të gjithë duke të rritur surprizë dhe në qendër ishte personazhi Bloomit nga Wingsat. Kërkesat dhe dëshirat e personave që organizojnë surprizën nuk njohin asnjë kufi imagjinate. Më kujtohet një shumë e bukur për të rritur me të kthehemi fëmijë. Ishte shumë e bukur sepse të gjithë të ftuarit në fest ishin kthyer pak a shumë si fëmijë, kamarierët ishin veshur si klona dhe u shpërndanim të gjithëve të humbasëm me forma që zakonisht jepen në festat e fëmijëve. Folëm shumë për festën dhe për ata që duan të bëjnë dhuratë një parti surprizë. Por Sueda është një nga ato vajza që nuk e mendonte kurrë se do të ishte pjesë e një feste që nuk e kishte organizuar ajo. Ende kur tashmë kur e kujtoj ato momente, emocionohem shumë. Në qoftë se deri dje i shikoja në për filma këto situata surreale që të bënin surpriza, për mua u bë realitet. Festa surprizë u shndërrua në fejesën e saj, ku Sueda ishte e ftuara nderit. As një fjalë nuk arrinte të vinte deri në veshin ton sepse ishin temaset e emocionuara. Unë vetëm fjalë që mbaj mend ishin që a do të lidhësh jetën tënde me timen, dhe sigurisht që në kokën time përgjigjja ishte po, nuk po arrija dot ta nxirja, derisa Henry më pyeti që po, më kthe përgjigje se po pres, domethënë dhe ai me ankth dhe unë duke përqafuar dhe duke puthur i ktheva përgjigjen po, definitivisht. Nuk mbaron këtu. Neve na lidhen syt dhe vazhdonte surpriza. Ne jo sikur mos mjaftonte që ne ishim te maset e emocionuara, pasi kalon pak kohë, na heqin shamit nga syt, fillon një muzikë ritmike dhe përpara nesh ishin njerëzit më të dashur që mund të kishim. Sot, kur ka kaluar thuajse një vit, ajo fest surprizë është pasuar me ardhjen në jetë të një voglushi. Megjithatë, jo gjithmonë çdo gjë shkon kaq mirë. Gjëja vetëm e rëndësishme në organizimin e një feste është që duhet të dish të ruash sekretin deri në momentin e fundit. I've got you under my skin. Jemi kthyer sërish në studio, dua të falenderoj shumë të ftuarit tanë që ndanë sot me ne këtë pasdite. Programi i vjen fundi këtu. Faleminderit që ishit me ne, kalofshin një mbrëmje sa më të këndshme. Mirupafshim.